po ta marrim, ne kemi një problem drejtësie të jashtëzakonshëm. Nga të gjitha anët, po ta marrësh, drejtësia po çalon në mënyrë fantastike. Dhe asnjë nuk merret me drejtësinë, qoftë edhe nga opozita, nuk merret me strukturën e drejtësisë. Ora rregullojmë këtë strukturë se lanë njerëzit nam. E kanë fillu gjyqin 91-shin, se kanë marru tash në 2026-ën, ka vdek gjyshi, ka vdek ai baba, çohet Kalamoni 8 vjeç, bëhet 20 vret atë që se ka dënu gjyqi. Pra më të merr se kaq. Nuk e kuaço. E Bosevitit tjetër, nga 8 vjeç deri 18 që ka mundësi me majtë amër, me mor hakun e babës, atë vllajt e një tjetër. Domethënë plagë më të madhe se kjo s'ka. Kë ke nga opozita që flet me këto? Flasin broçkulla. Ti po la paret, shqyr më që po la paret. Ti po përdor paret e drogës, shqyr më shok, që po i përdorim ato lekë. Me i vend. Po, se si mund të kapet kjo drogë ti se thu. Do më dhe se si mund të rregullohet kjo sistem ti se thu.